Për ne ka qenë shumë e vështirë. Spari të përballemi me rrethimet të njerëzve që kanë kaluar nëpër kampin e Vllasës. E dyta, nuk kemi përkraje. Këtë punën e bëjmë mendimin e miqve të cilët na njohin e dinë punën tonë. Ne kemi nxjerrë tani edhe librin e dytë me rrethime. Librat tonë nuk ka asgjë të pasakt, sepse tash po kanë dëshirë me thonë ka pasaktësi. Nuk ka pasaktësi në ekspozitat që thirrën në zonat e Natasha Kandiqit apo të dikujt tjetër nga Beogradi, kur na jemi gjallë. Nuk mujmë fol për viktimat e përkazit Natasha Kandiqi kur Rifat Jashari është gjallë. Vllasa ka mujtë me qenë njëna prej masakrave më të tmerrshme Kosovë, me qenë se këtu kanë kalu 440.000 njerëz në kushte jashtëzakonisht të vështira, pa ushqime, pa gjërat elementare për me mujtë me jetu. Këtu ka qenë një moçal, lloç, ndërsa nga qielli vetëm shi dhe borë, familjarët me fëmijë, disa edhe me prind të moshuar. Mirë po fal shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët janë organizuar edhe ju kanë dalë ndihmë shqiptarëve të Kosovës. Kvazi shkencëtarët serb kanë përpilu 120 vjet projekte për devimin e shqiptarëve. Ndërsa largimi i serbëve është bërë se e kanë vërejt për gjitha krimet që i kanë bërë në Kosovë, dhe kanë pas shumë të kjarë që s'kanë që kanë kërkuar në Kosovë. Askush nuk i ka largu, janë largu vetë për shkak të bëmave të tyre, dhe që kjo nuk ka ndodhur mas pari vetëm për jo përmendi djegjen e 660 fshatrave në Sanxhakun e Nishit, ku janë dërbu mbi 200.000 shqiptarë. Nuk ka refugjat shqiptar, nuk ka refugjat shpërngulur. Gjithçka gjatë historisë ka qenë në dhunë, me djegje, me dhunime, me vrasje, kështu që serbët mujnë me folë çka të dojnë, ata nuk po pranojnë që e kanë humbë Kosovën. Kush i dhunoi 20 migrantë në Kosovë, nuk po du mu marrë me politikë, se Vllasa dhe masakrat tjera në Kosovë nuk kanë të bëjnë me politikë. Kanë të bëjnë me projekte për devimin dhe largimin e shqiptarëve nga Kosova. Gjëra tjera, disa shqiptarë që dalin dhe akuzojnë ushtrinë qëllimtare të Kosovës, apo dalin me ekspozita në shesht Prishtinës me të dhëna të Beogradit, e mandejzojnë ka pasaktësi. Nuk ka pasaktësi, se burgu i Dubravës dihet si ka qenë. Unë i kam publikuar edhe disa fotografi të cilat dëshmojnë që edhe kriminalë ordiner nga Pozharevci kanë ardhur në burg Dubravës për të vrarë shqiptar, edhe ja u kanë falë dënimin. Ndërsa me dalë një shqiptar sot më thonë janë vrarë 54 burgosur të armatosur, kur të burgosurit janë në vrarë, por në asnjë burg nuk mund me pas asnjë gjilpon, se jo diçka tjetër. Këto janë krejt në favor të agjendes serbe, fatkeqësisht që po financohen edhe nga buxheti i Kosovës, e pafalshme, dhe ajo që ka ndodhur nuk mund të mbaroj ose të përfundoj me një kërkim falje, sepse narrativa
e tyre është që serbët mos të akuzohen për krimet e luftës që i kanë bërë në Kosovë. Të akuzohet ushtria çlirimtare e Kosovës për akuza për cilat s'ka mujt as gjykata speciale me dëshmu asnjë gjë. Fatkeqësia edhe më e madhe është që të gjithë këta financohen, e thash edhe herë, nga buxheti i Kosovës. Një libër i cili është pagu edhe o shit me 55 euro ose frank në Zvicër, na duhet me pas të qartë. Kur po del një Sërb i cili po thotë se Kosova është e pavarur, po pëson shumë keq. Te na nuk e pash që ka pësu dikush se flet në atë në narrativen e Serbisë, në narrativen e 120 vjetëve të okupimit shnet. Mendoj njerëzit që me në kërkim folje kanë kalu të gjitha ato ofendime për familjarët, për martirët, për dëshmorët, të cilët ja kanë folë jetën kësaj Kosovë dhe kësaj toke. Nuk është e pasqëllimshme gjithë kjo që ka ndodhur në mars apo në fillim prill, sepse njerëzit janë të porositur dhe të gjithë ata të cilët i përkrohin këta njerëz mos flas në një fjalë tronë, po qendrën e kanë në Beograd, nuk e kanë në Prishtinë as në Tiranë. Është e vështirë me ndigju shqiptarët të akuzu krerët apo UÇK-n për trafikim të organeve, kur as gjykata speciale s'ka mujt me dëshmu një gjatë tillë. As pas 27 vjetëve, Kosova nuk ka aftësi për transplant të organeve e ne akuzohemi që gjatë luftës. Serbia nuk ka me lënë guri pa lëviz për me dëmtu Kosovën. Por na duhet t'jemi ma afër njëri tjetrit, mos t'i pëlqejmë shumë hotelet dhe xhipat, ma tepër ta pëlqejmë popullin, sepse shtrejt e kanë pagu këtë liri.